Lexojmë nga Dhjata e Vjetër, nga libri i Kantikut të Kantikëve, nga kapitulli i parë, nga fillimi. Nga fillimi, Kantiku i Kantikëve. Kantiku i Kantikëve, kapitulli i parë, nga fillimi. Kantiku i Kantikëve që është i Solomonit. Më puth më të puthurat e gojës së vet, sepse dashuria jote është më e mirë se vera. Nga aroma e vajrave të tua të këndshme, emri yt është një vaj parfumuar i derdhur, prandaj të duan vajzat. Tërhiqme te ti, ne do të rendim pas tejet, mbreti më çoj në dhomat e tij. Ne do të kënaqemi dhe do të gëzohemi te ti. Ne do ta kujtojmë dashurinë tënde më shumë se verën. Kanë të drejtë që të duan. Amen, fjalës të Zotit. Është e shkruar vëllezër dhe motra dhe në Dhjatën e Vjetër, por edhe në Dhjatën e Re, Jezu Krishti foli për këtë, ashtu sikur se një njeri farise ishte afruar, bile doktori i ligjit ishte ky, shkoi për ta tunduar Jezusin, për ta vënë në provë, duke i thënë cili është urdhri më i madh në ligjin, dhe Jezus i thot, do të duash Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë shpirtin tënd, me gjithë mendjen tënde. Ky është urdhri i parë dhe i madhi, dhe i dyti, i ngjashëm me këtë, është të duash të afërmin tënd si veten tënde. Në këto dy urdhërime është i gjithë ligji dhe profetët. Urdhri i parë i Perëndis, do të duash Zotin Perëndin tënd, do më thënë Perëndia yt është Zoti. A është Zoti jonë. Dhe ne shërptorët e tij, do të duash Zotin Perëndin tënd me gjithë zemrën tënde, me gjithë mendjen tënde, thot tek Luka, me gjithë forcën. Mjafton? Nuk mjafton kjo, por e thot fjala e Perëndis, kjo do të thot se nga ana njerëzore nuk arrihet të bëhet, por nëpërmjet frymës të shenjtë bëhet dhe mund të bëhet. Dhe vjen Perëndia të na jap këtë urdhër që ta duam Perëndin me gjithë forcën e zemrës time, të shpirtit tim, të mendjes time dhe të forcës time. Si mund të mbushet zemra ime me këtë dashuri? Këtë do të shohim sot me hirin e Krishtit, vëllezër dhe motra. Thot, sigurisht se i ngjashëm me këtë urdhër është edhe që të duash të afërmin tënd, vëllezërit e tu, familjen tënde, farefisit tënd, njerëzit që janë në ambientin tënd, sikur veten tënde, dhe mundësisht për vëllezërit e tu të vesh edhe shpirtin akoma, thot vetë Krishti. Dhe ne themi, Zot, nga ana njerëzore nuk mundemi, por ti mundesh ta bësh në ne, nëse më mbush me frymën e shenjtë. Në qoftë se kam ardh pranë teje dhe jam mbushur me bashkësinë tënde, o atë. Nuk ka mënyrë tjetër, vëllezër dhe motra. Dhe për këtë arsye, vëllezër dhe motra, Perëndia çfarë bën? Na tregon ai së pari dashurinë e tij dhe na bashkon me dashurinë e tij që të shkojmë pranë tij, të kemi bashkësi me të përjetshmin Perëndi. Pra na thërret Zoti që të jemi pranë tij, të kemi bashkësi me Krishtin, që të mbushet zemra jonë me dashurinë e tij, dhe kjo kështu ta japim përsëri tek ai vet. E dim se kur dikush don një vajzë, një djalë për shembull, të gjithë e kemi njohur mbase dhe e kemi dëgjuar, don të bëjë gjithçka për te. Nuk mendon për asgjë tjetër, nuk ka gjë tjetër që të mund ta ndajë nga ajo vajzë dhe të kundërtën vajzën nga djali. Mendja e tij është gjithnjë se kur të takohem me të fejuaren time apo me gruan time. Në zemrën e tij është ajo. Çfarë do t'i them, si t'i flas, si do t'i tregoj për dashurinë që kam ndaj saj, përse sepse e don.
Dhe kur nusja ose gruaja shef dashurin e dhëndrit, një lloj përgjigjet dhe reagon. Dhe na e thot se ai i pari na deshi, e tregoi dashurinë e tij për ne në kryq të Golgotës me anë të flijimit të tij, dhe vetëm kjo mjafton. Mos vallë thua në zemrën tënde se, o Zot, s'më je përgjigjur akoma në kërkesën që të kam dhënë, dhe për këtë arsye mbase nuk më don. Kjo është një gënjeshtër e djallit. Zoti na don vetëm e vetëm për flijimin që ka bërë ndaj nesh. Por sido që të jetë jemi njerëz, të dobët jemi, dhe duam që të na thot shpesh herë fjalën nga Zoti që na don. Por edhe Zoti don që t'i themi ne se e duam. Shumë herë fjalët tona mirë bëjmë që ja themi, por do të shohim se do të vinë edhe vepra, sepse dashuria është kollaj t'i thuash dikujt se e don, por problemi është që ta tregosh me vepra se e don. Dhe vëllezër dhe motra, fjala e Perëndis na vërteton se dashuria jon ndaj tij duket kur të duam të bëjmë urdhërimet e tij. Kështu nuk na thot. Nuk i mohoj, nuk i përçmoj, nuk i lë në një anë, nuk lë dashurirat të tjera të hynë në zemrën time, por dëshira ime është që të gjej urdhërat e Perëndis, fjalën e Perëndis, të mbushem nga urdhërat e tij. Urdhërat e tij do të më japin gëzim, do të më japin forcë, do të më japin pushtet, që të vijë fryma e shenjtë, dhe atëherë kjo dashuri do ta mbush zemrën time dhe do t'i jap dashuri edhe Perëndis edhe njerëzve. Thot këtu Azma ose kantiku i kantikëve. E kjo është dashuria që tregon Krishti për kishën e tij, por edhe të Krishtit që tregon dashurinë ndaj gjithë secilit personalisht prej nesh. Pra, një letër, sikur ta themi, personale për gjithë secilin prej nesh. Thot shpirti, të më puth me të puthrat e gojës së vet. Është një dëshirë e shpirtit, një këshill mbase, apo që të dyja bashk, se kam dëshirë të më puth Krishti. Kam dëshirë që t'i afrohem Perëndis, të bashkohem me te. Apo dhe urim, sa mirë që do të ishte, tani që jam i tharë mbase, tani që në këtë periudhë të jetës time kaloj në një shkret tir, në një vështirësi të madhe, apo jam në një vend dikun të largët dhe vështirësohem në jetën time, kam humbur praninë tënde, sa bukur do të ishte të vije o Krisht dhe të më puthje. Dhe sigurisht të puthurat e Zotit i kemi thënë tek fjalët e urta thot, si u përgjigjet fjalëvet është sikur të puthte buzët. Pra fjalët e sakta të Zotit, fjalët e Perëndis janë fjalët e sakta. Fjalët që do të thot nëpërmjet shkrimit, fjalët që do të thoj personalisht nëpërmjet frymës të shenjtë, këto janë fjalët që quhen puthje të Zotit. Ato përqafimet dhe të puthurat që na jep Krishti, ne, është fjala e tij. Dhe ka digjet shpirti, sikur se i ka shijuar ato puthje. Kur të shkosh në fjalën e Perëndis, i lodhur, i pikëlluar, i pa shpresë mbase, dhe vjen fjala e Perëndis dhe të thot, mos ki frikë, vetëm beso. Dhe i plot me mëkat shpirti dhe jeta, dhe i pa shpresë tani me që thua se tani jam për në ferr, dhe vjen fjala e Perëndis nëpërmjet shkrimit dhe të thot, shko, asun nuk të dënoj dhe mos mëkato me, i thot gruas që u kap në flagrancë. Kjo është fjala e tij e shenjtë. A don të puth Krishti? Vrapo tek fjala e tij, kërkoj frymës të shenjtë fjalë personale tek ndaj tejet. Edhe nëse vonon, do të vi fryma e shenjtë. Le të më puth me puthjet e gojës të tij. Së pari dua të shijoj puthjet e Zotit, duhet të kaloj nga dashuria e tij. Sepse dashuria jote është më e mirë se sa vera.
është kjo këtë gjë e njeh, e ka përjetuar shpirti se dashuria e dhëndrit është më e mirë se sa vera që pime, dhe vera është të gjitha shijimet toksore që ekzistojnë në jetën e njeriut, për të cilat edhe ne besimtarët shpesh herë shkojmë tek ato për të gjetur gëzimin, për të gjetur qetësinë apo ngushëllimin. Çfarë të bëj që të harrohem tani në pikëllimin tim, të hapi telefonin dhe do të shoh telefonin, të harrohem nga të tjerat. Çfarë do të bëj tani në pikëllimin tim, të gjej një njeri nga bota, që t'i them problemin tim. Çfarë të bëj në problemin tim? Të hapi të shoh një film, të hapi të shoh një gjë, një tjetër. Çfarë të shoh? Gjërat e botës, verrat e kësaj bote që ofron. Ka verë për ty Zoti, vlla dhe motër, që të shuhet etja jote është një borim që nuk pushon se buruari. Këtë mos e harro, vrapo në dashurinë e tij. Dashuria jote është më e mirë se vera. Dua të gjej dashuri. Do të shkoj tek ai që është dashuri. Është sikur të thot dikush se do të gjej drejtorin apo presidentin e firmës, të shkoj tek një punëtor që të flas. Ma derisa je biri i presidentit të firmës, shko atje. Më kujtohet vëlla Jorgo kur e thoshte gjithmonë, kemi pushtetin të shkojmë tek ati jon. Përse nuk shkojmë? Të shkojmë tek ai, kemi nevojë që të kemi bashkësi me te. Për aromat e vajrave të tua të këndshme është emri yt. Një vaj i përfumuar i derdhur. Kjo është edhe nga fryma e shenjtë që na udhërua. Shpeshherë, nga që e themi shpeshherë këtë, edhe e te i kalojmë, por Perëndia na i ka dhënë të gjitha. Na ka dhënë fjalën e tij dhe frymën e tij të shenjtë, dhe kishën e tij na ka dhënë. Por dua të them, na ka dhënë fjalën e tij që të na jap të puthurat e tij, por na ka dhënë dhe frymën e shenjtë që të na jap forcë dhe të mos harroj të mbushem me frymë të shenjtë, në mënyrë që të vijë ky vaj, kjo aromë e këndshme në zemrën time. Prandaj thot vajzat të duan. Përse? Sepse më ke puthur, o Zot, më ke thënë fjalë, më ke forcuar, dhe sepse më ke mbushur me frymën e shenjtë. Janë vajzat ose të rejat, janë gratë e reja, 16, 18, 20, 25, 27 vjeçe, gratë të reja pra, të cilat martohen me dhëndrin dhe e duan, sepse i ka mbushur me këtë aromë të shenjtë të Zotit, e cila kur bie në zemrën tonë, me mbush zemrën tonë, dhe të parën gjë që bëjmë është që të reagojmë me të njëjtën mënyrë me dashuri prandaj tij. Dhe sa më tepër ai na don, dhe më saktë sa më shumë e kuptojmë dashurinë e tij, sepse gjithmonë na don Krishti. I afrohem pranë tij, e shoh dashurinë e tij dhe kaq më tepër mëkatar ndjehem. Kaq më tepër i dobët ndjehem, kaq më i padenjt ndjehem. Dhe sa më shumë më mbulon hiri i Krishtit dhe mbush me dashuri zemrën tonë. Për kë? Për të dashurin e shpirtit tonë. Dhe në atë moment, vëllezër dhe motra, dëshmia të gjithëve të ne është kjo, nuk është provoje njerit apo e tjetrit, por të gjithëve të ne se i harrojmë të gjitha. Ku ka probleme, ku ka vështirësi, ku ka pikëllime me, por janë sikur ujërat që kanë kaluar, kanë ikur. Ma nuk kanë ikur, aty janë akoma problemet, vështirësit akoma. Por ti dhe unë jemi të përqafuar me dhëndrin. Jemi të përqafuar me Krishtin dhe është ora e dashurisë në atë moment. Është ora kur merr dashuri dhe jep dashuri tek dhëndri i dashuri i shpirtit tënd.
le t'i themi lavdi Zotit vëllezër dhe motra. Edhe ati t'ja japim lavdin dhe dini pastaj se ka te prica zemra. Shef vëllajnë tënë dhe do në ta përqafosh, ma para pak ditësh nuk doja ta shifje, po për tani do në ta përqafosh, sepse të puthi Krishti, sepse të dha aromë të këndshme Krishti, dhe kjo aromë mban, sa? Deri sa të shkosh të mbushesh përsëri të mban. Të shkojmë të mbushemi përsëri me aromë të tillë, sepse largohet pastaj në të përditshmet tona dhe kur jemi lart e poshtë në duke rendur andej dhe këdej, kjo aromë vazhdoj dhe avullon dhe largohet dhe do të shkojmë të ngarkohemi përsëri. Dhe thot të katra, tërhiqme te ti. Kjo është me të vërtet një dëshmi e vetë shpirtit, duke thënë se nuk po mundem o Zot t'ja dal. Nuk bëhet, por e shoh dhe për këtë arsye të lutem Jezus, eja ti të më tërheqësh ndaj tejet. Eja ti të bësh veprime të habitshme mbase në jetën time në mënyrë që të më tërheqësh pranë tejet. Dhe atëherë do të rendim pas tejet. Dhe e dini vëllezër dhe motra se Zoti vjen shpesh herë, qoftë me fjalë të frymës të shenjtë, sikur tham, por edhe me gjendje të tilla në jetën tonë për të na treguar dashurinë e tij. Mjafton që ne të hapim sytë tonë, të jemi të kujdesshëm në të përditshmen tonë, të shohim se nga ku na flet Zoti, sepse Zoti nuk flet vetëm me profeci apo vetëm me fjalën e tij, por flet edhe nëpërmjet gjendjeve të përditshme në të cilat do të na tregojë dashurinë e tij, do të na tregojë se interesohet për ty, se të don, të mbron, se është me ty, dhe të them dhe diçka. Përse je këtu sot është vërtetim se të don Zoti, të don Krishti, sepse thot, nuk e di se ku psalmisti thot, në qoftë se nuk do të ishte Zoti me ne, të gjallë do të na kishin përpyer armiqtë tonë. Çfarë mendoni, se djalli do të na linte, të jemi kështu në mes të botës, veçanërisht neve që na bëri Perëndia bitë të tij, do të na kishte shkatërruar. Por se në këtë moment adhuron Perëndin dhe vjen në kish, është hiri i Perëndis, sepse të don Krishti. Pranoje këtë, është dashuria e tij, është shprehje e dashurisë të tij. Mbreti më çon në dhomat e tij. Sa bukur, Nga një herë them të shkoj në dhomën e lutjes, të ka tërhequr mbreti, të ka tërhequr dhëndri. Sa bukur, Zot, jam i pikolluar, do të vi në dhomën që ti më ke tërhequr të vi, në mënyrë që të më ngushëllosh. Zot, jam mëkatar, do të vi në dhomën tënde që të tregoj mëkatet e mia, sepse ti më don. Nuk është ndaluar dashuria jote. Do të vi të them mëkatet e mia, të më pastrosh. Zot, kaloj në një shkretir, kam nevojë për forcë. Më forco në dhomën tënde, o Zot. Në dhomën ku vi dhe lutem tek ti, për të më dhënë forcë që të ecin nëpër këtë shkretir, derisa të vish ti të bësh gjithçka. Do të kënaqemi dhe do të gëzohemi tek ti. Shikoni se ç'thotë, ne do të kënaqemi, jo vetëm të kënaqemi, por edhe të gëzohemi plotësisht te ti. Ke ti ndjej gëzimin tek personi që quhet Jezu Krisht, vëllezër dhe motra. Jo tek ato që bën Krishti, s'dia kuptuam këtë. Të mos gëzohem në atë që bën Krishti në ne, edhe aty do të gëzohem patjetër, lavdëroj dhe falenderoj. Kështu i sëmuri që u shërua, u kthye dhe lavdëroj Perëndin. Por fytyra e tij, dua të gëzohem në praninë e tij. Do të shkoj pranë tij dhe do të gëzohem, qoftë u realizua kërkesa ime, qoftë jo. Sepse gëzimi im nuk më varet nga ato që bën, por nga fytyra e Jezu Krishtit që është Zoti im. Pra do të gëzohemi, do të kujtojmë dashurinë tënde, do ta kujtojmë nga ku na nxore, nga ku na çlirove, çfarë bëre këtu, çfarë bëre atje,
çfarë bëre tek vëllai jon, tek motra jon, dhe do ta lavdërojmë më tepër se sa do të kujtojmë pra dashurinë më shumë se sa verën. Verën do të thotë më shumë se sa bota, se sa mëkati, apo ato që nuk don Perëndia dhe dashuritë të tjera që nuk don të kemi përveç se dashurinë të ndaj Zotit. Kanë të drejtë që të duan. Haleluja. Ato që janë të drejtë të duan, thot Solomoni nëpërmjet frymës të shenjtë. Dhe është njeriu ai i cili çfarëdo mëkati apo çfarëdo njollë që mund të ketë në zemrën e tij apo në mendjen e tij, shkon dhe paraqet tek Zoti me drejtësi, nuk e fsheh. Çfarëdo ndryshimi që ka me vëllezërit i çon përpara Zotit së pari dhe i thot Zot, nuk dua të fshehem përpara tejet, nuk mundem me këtë vëlla apo me atë motër, kam problem, kam një si nyje, kam këtë mëkat brenda mejet, e pranoj se është gabim kjo që kam o Zot. Do të jemi të drejtë përpara Zotit, sido që të jetë Zoti e din, por gëzohet dhe don që edhe ne ta dëshmojmë tek ai, sepse nëse nuk e dëshmojmë, si do të na e fal dhe si do të na ndihmoj. Dëgjon zërin tënd dhe do të vi dhe të ndërhyj. Amen, vëllezër dhe motra.